Muaji maj ka filluar me një lajm të mirë për rreth 2,5 milion punonjës në shërbimet publike në Gjermani. Për të gjithë punëtorët në shërbimet publike në federat, në lande dhe komuna janë rritur rrogat duke filluar nga 1 maj me 2 presje 8%. Nuk kam të dhëna të saktën sa shqiptar punojnë në këto shërbime, por ky lajm me siguri që gëzon të gjithë ata, në veçanti tani kur po rritet prap me të madhe, mund të them, edhe inflacioni dhe çmimet për shkak të luftës në Iran. Por, para se t'ju njoftoj më detajisht për profesionet ku janë rritur rrogat, ju kujtoj sponsorin ton IBAS, përmes të cilit mund të dërgoni para në vendlindje pa kosto shtesë nëse personi të cilit i dërgoni para në Kosovë ka hapur një llogari në IBAS dhe ka marrë një prej paketave Integra, Premium apo Remitenca. Llogarinë pra duhet ta hapin personat që jetojnë në Kosovë, ndërsa ne mund të dërgojmë para nga llogaritë tona në vendin ku jetojmë. Llogaria hapet vërtet shumë lehtë. Merrni telefonin, shkoni në App Store, e gjeni IBAS, e shkarkoni dhe e gjitha është pa pagesë. Por të gjitha detajet mund t'i gjeni në linkun që po shihni këtu poshtë, www.ibas.world. Ndërsa sa i përket rritjes së rrogave, nga 1 maj më shumë para do të marrin punonjësit në institucionet federale, në lande, në komuna, pastaj punonjësit pra në qerdhe, në shërbimet për mbeturinat, në spitalet publike, në administrat e tjerë. Bëhet fjalë pra për punonjësit që kanë marrëveshje kolektive dhe paguhen mbi këtë bazë. E kur jemi tek rritjet dhe pagesat më të larta, të them një lajm të mirë edhe për pensionistët, sepse nga një korriku do të rriten edhe pensionet në Gjermani dhe atë me 4,24%. Por me këtë vendim, si dhe me gjendjen e pensionistëve në Gjermani, do t'ju njoftoj edhe njëherë diku nga fundi i qershorit, sepse pensionistët edhe ashtu jetojnë në kushte jo tepër të këndshme, të them ashtu, e një prej shkaqeve është natyrisht edhe rritja e inflacionit. Inflacioni në Gjermani në prill ka qenë 2,9%, ndërsa në Bashkimin Evropian 3%. Pra, në radhë të parë për shkak të luftës në Iran. Por shpresojmë që kjo luftë do të marrë fund sa më parë, sepse ajo vërtet është duke shkaktuar krizën më të thellë energjetike në botë në disa dekadat e fundit, kështu thonë ekspertët. Sidoqoftë, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse edhe në ditët në vijim do të kemi informacione të rëndësishme, shpresoj, për të gjithë ju. Faleminderit dhe mirupafshim.